Urime 8 Marsin. Qoftë çdo ditë një ditë e jetës së mirë që lulëzon për ditë, jo vetëm me lulet e 8 Marsit. Kosova padyshim që ka bërë hapa të rëndësishëm dhe ka hapur rrugë të reja për barazinë gjinore dhe drejtësinë institucionale, ndonse ende jemi larg nga ajo shoqëri ku gratë nuk jetojnë në hijen e misogjinisë si dukuri, të trysnisë që bëhet edhe dhunë, apo të diskriminimit që shkon deri në përjashtim. Historia dhe shumë hulumtime shkencore na tregojnë për lidhjen e thellë midis paqes dhe grave në udhëheqje. Një lidhje që nuk është vetëm statistik, por edhe dëshmi se aty ku gratë udhëheqin, jeta është më e drejtë, më e mirë për gratë e për burrat, për gjithë shoqërinë. E me gjithë këto, pengesat me të cilat përballen gratë janë më të mëdha, më të thella dhe më të padukshme se sa ato me të cilat përballen burrat. Shpesh është vetë struktura e pushtetit ajo që ja mbyll dyert grave dhe i mban ato jashtë hapësirave të vendimmarrjes e larg kohës së pjesëmarrjes. Padrejsi këto që nuk janë as të rastësishme, as të rralla, por të përditshme sepse të ngulitura në vetë jetën publike dhe private. Gjinia nuk është një e dhënë e thjeshtë, por një sistem i tërë që ndikon në politike, planifikim, administratë, menaxhim e në vetë mënyrën si ushtrohet qeverisja. Dhe po, gratë kanë më pak gjasa të keqpërdorin fondet publike, por më shumë gjasa të mbajnë barën më të madhe të punës dhe të përgjegjësisë për të mirën e përbashkët. Kur gratë udhëheqin, ato nuk udhëheqin vetëm për të marrë një post, por njëkohësisht edhe për të ndryshuar kuptimin e udhëheqjes. Nga studime të ndryshme dëshmohet se gratë janë më pak të korruptuara se burrat dhe qytetarët gjithandej e posaçërisht në vendin tonë më së shumti e urrejnë korrupsionin. Adresimi i padrejësive dhe pabarazive gjinore ka qenë në qendër të punës tonë si qeveri dhe gjatë këtij mandati të parë të plot kemi bërë shumë hapa që nuk janë të vegjël. Kemi mbështetur direkt punësimin e mbi 12.000 grave, nga të regrutuarat në administratën publike në vitin 2023, 48% ishin gra, ndërkaq në vitin që lan pas 2024, 63% gra. Mbështetëm punësimin e mbi 4.000 personave, prej tyre 55% gra, të cilët nuk kanë pasur asnjë antar të familjes punësuar nëpërmjet programit Qeveria për Familjet. Mandej ofruam trajnim punë dhe mbështetjen punësim për 239 persona me aftësi të kufizuara, ku 120 prej tyre janë gra e vajza. Lansuam masën e punësimit për gratë të cilët janë viktima të dhunës. Të shtesat për lehona dhe fëmijë kanë përfituar 400.000 fëmijë dhe gati 70.000 gra nëna të reja lehona përfituese, prej tyre 2/3 të papuna. Dhe rreth 100.000 gra gjithsej, si rezultat i shtesave, kanë hapur gjirllogari bankare për herë të parë në jetën e tyre. Kemi mbështetur me 10 milion euro gratë në bujqësi përmes subvencioneve dhe granteve, sepse gratë janë të angazhuara si punëtore e si pronare në bujqësi e në blegtori shumë më shumë se sa që ne e mendojmë. Kemi bërë mbështetje për 711 biznese, prej tyre 30% pronësit grave, me potencial eksporti përmes granteve në vlerë prej 20.5 milion euro dhe subvencionimin e kredive investuese për 450 biznese me 12.4 milion euro nëpërmjet masës 2.1. Është bërë rritja e qasjes së grave më pronë, masa afirmative për regjistrimin e pronës së përbashkët në emër të 2 bashkëshortëve pa pagesë, ka rezultuar që në vitin e kaluar gjithsej të kemi 17.592 prona të regjistruara në krahasim me vetëm 105 sa ishin në vitin 2016. Dhe përkrahje monetare shtesë për gratë pronare ose bashkëpronare të shtëpive ose bizneseve në skemat e eficiencës së energjisë janë mbi 180 gra përfituese. Hapat tonë si shtet tregojnë edhe një fokus politik, por edhe një konsistencë institucionale.
Jo pak sfida e dim që mbeten aty. Përvoja e vendit tonë bart një të vërtet që nuk mohohet dhe madje duhet të kthehemi shpesh në të kaluarën tonë në mënyrë që ajo asnjëherë të mos na përsëritet. Një shoqëri e dalur nga okupimi i gjatë dhe lufta me gjenocid ka kaluar në një liri kolektive pas shumë betejave çlirimtare të shumë grave e burrave. E tash duket se betejen me lirin individuale e ka si sfidë të radhës. Ndërtimi një shoqërie ku secili individ ka mundësi të barabarta, pavarësisht gjinisë, pavarësisht diferencave. Në fakt, duhet të jemi të barabartë, jo pse nuk kemi diferenca, po pikërisht për shkak se kemi diferenca. Dhe sado që sot gratë në Kosovë zënë më shumë vende udhëheqëse se më parë, pengesat mbeten, dhe ato pengesa nuk janë vetëm ligjore apo politike, por janë të skalitura në vetë mënyrën se si funksionon pushteti. Janë strukturore në hapësirat ku merren vendimet, janë kulturore në mënyrën se si gjykohen gratë për fjalën që thonë, për mënyrën si flasin, si vishen dhe si qëndrojnë. Dhe janë institucionale sepse sistemi që ka ndërtuar të kaluarën vazhdon ku më shumë e ku më pak ta komandoj edhe të tashme. Janë pengesa dhe brenda tregut të punës, brenda institucioneve ku formohet e ardhmja, me mure të dukshme e të padukshme, me heshtje që lë jashtë dhe me barriera që kërkojnë një përpjekje shumë të madhe për tu ka përsyer. Politikë bërja duhet ta ketë një synim të qartë që të arrijë të përfaqësoj maksimalisht të përbashkëtat e nevojave shoqërore dhe të krijojë mekanizma efektiv për adresimin e tyre edhe kur janë veçanta. Përgjithsisht, përgjatë viteve, posaçërisht pas pavarësisë të Republikës së Kosovës, ngjajnë që politikat tona institucionale të bazohen në praktikat e mira evropiane, por jo rrallë pa ja dhënë kontekstin kulturor e perspektivën historike të vendit tonë, çka mund të ndikojë në zbatimin e tyre efektiv. Kur jemi te politikat e mira gjinore, Republika e Kosovës me Konventin e Stambollit, si një nga traktatet e Këshillit të Evropës, është zotuar për standarde të mira ndërkombëtare, e që kjo konvent njihet për qasjen e saj holistike, ashtu siç në fakt do duhet ta kishte çdo politik. Pra institucionet duhet të veprojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse, në formë multisektoriale dhe të koordinuara mirë. Secila instanca halk e ka rolin dhe përgjegjësinë e vet, qoftë në nivelin qendror apo lokal, e sidomos të ndërlidhura me mekanizmat e jashtëm që janë partnerët. Në këtë pikë, diçka është nisur e po punohet, por nevojat janë ende të mëdha. E përshkallëzimet brenda vendit të punës janë një dimension që kërkojnë veprim të intensifikuar e krejt tjetër, si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat, veçanërisht në atë privat. Në muajt e vitet që vinë, të nderuara gra, me shtimin e punësimit të grave, janë të drejtat e grave në vendin e punës që duhet të mbrohen e të avancohen. Solidariteti i shtetit me gratë dhe solidariteti i grave me njëra tjetrën në punësim dhe për punë që shtohen janë preokupimi i ynë i ardhshëm. Ligjet sado të mira dhe inspektoriatet sado profesionale nuk i zëvendësojnë dot sindikatat. Në të ardhmen e afërt dhe afatmesme, të drejtat e grave si asnjëherë më parë do të varen nga fuqizimi i sindikatave si organizata dhe i sindikalizmit si frym. E përpunësim me organizim, nevojitet arsim dhe edukim. Kemi investuar edhe në brezën e ri, sepse e dim se asnjë shoqëri nuk mund të jetë përpara nëse të rinjtë dhe të rejat mbeten të mbyllur në pritjet mundësive që nuk vijnë kurrë. Përmes superpunës janë punësuar mbi 16.000 tri, prej të cilëve 51% janë vajza e gra të reja. Përmes Kosovo Generation Unlimited, ofër 3.000 të rinj kanë fituar përvojë pune dhe mbi 60% janë gra dhe vajza. Dhe janë dhënë më shumë se 6.800 bursa në fushat STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri, matematik, ku 6.600 i kanë përfituar vajzat dhe gratë e reja. Por këto nuk janë vetëm shifrat që tregohen në raporte,
janë histori konkrete, janë vajza dhe djemë që sot punojnë, krijojnë, kontribojnë, e përfitojnë dhe mendojnë për një Kosovë tjetër prej asaj që e kanë trashëguar. Unë ju falenderoj për këtë ftesë në këtë rrjet, me përkrahjen e ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar, e që nuk është vetëm një tryezë diskutimi për një vend ku gratë do të mblidhen për të ndarë barrën, për të gjetur forcën e përbashkët dhe për të ndërmarrë veprime. Për këtë arsye, sot dua t'i ftoj gratë e këtij rrjeti të mos mendojnë vetëm për rrugtimin e tyre, por të kthejnë vëmendjen edhe te të rejat që janë në fillim të kësaj rruge, tek ato që ende nuk është hapur dera, tek ato që kërkojnë një shembull, një fjalë, një dorë të shtrirë. Sepse udhëheqja nuk është e plot, pjesëmarrja nuk është e qëndrueshme nëse nuk mendon për ata që do të vinë pas teje, pas nesh. Njëkohësisht le t'i afirmojmë sa më shumë që dim e mundemi shembujt pozitiv. Me këtë rast më lejoni të përmend që në ndërmarrjet publike 50% e anëtarëve të emëruar që nga viti 2021 janë gra, krahasuar me vetëm 10% në vitin 2017. Dhe pikrisht ky emërim i shtuar i grave në ndërmarrjet publike ka rezultuar edhe në fuqizimin e atyre ndërmarrjeve. Le t'i marr vetëm 2 shembuj sot. Nora Raci në Postën e Kosovës dhe Burbuqe Hana në Telekomin e Kosovës. Është interesant që Posta e Kosovës për 5 vite paraprakisht kishte humbje kumulative prej 5.3 milion euro. Dhe në vitin 2024, me kryeshefën ekzekutive Nora Raci, doli me 350.000 euro fitim. Në anën tjetër, Telekomi i Kosovës, pas 8 viteve me humbje kumulative, 129 milion euro, dhe pas 11 milion euro humbje në vitin 2021, në vitet 2023 dhe 2024 kishte fitim kumulativ 15 milion euro. Pra Nora Raci dhe Burbuqe Hana menaxhojnë miliona. Dhe a dini çfarë? Po dalin të suksesshme. Dhe vazhdimisht këto raste suksesi, këto të arritura mbreslënse, ne së bashku duhet t'i afirmojmë. Sipas një studimi, gratë në politik, gratë në administrat nuk performojnë më dobët se burrat, por dyshimi paraprak në performancën e tyre është më i madh. Pra, paragjykimi të tjerëve është problemi, e jo rezultatet e grave. Ata që dyshojnë në gratë janë problemi, e jo gratë të cilët dikush i do si të pandehura. Prandaj, me një solidaritet të përbashkët institucional, gjinor, le të angazhohemi që duke dashur një të ardhme tjetër, të fillojmë ta mendojmë ndryshe edhe hapësirën që e krijojmë. Hapësira të cilët nuk e kopjojnë të shkuarën, por e ndërtojnë të ardhmen e re. Hapësira ku udhëheqja nuk është thjesht vazhdimësi e pushtetit, por një mënyrë për ta mirëmbajtur dinjitetin dhe për ta sjellur barazinë si në pjesëmarrje, ashtu edhe në vendimmarrje. Ndonse koha linearisht ecën në një kahje, rruga e këtij angazhimit ton me përkushtim e solidaritet bëhet kohë që e fitojmë dhe nuk e humbasim. Ju falenderoj. Kryeministër, cilat janë kushtet për një marrëveshje me partitë e komuniteteve? Marrëveshje me partitë e komuniteteve edhe pari rezultatet përfundimtare, pastaj certifikat